edhe ta lexojmë, që të kemi mundësi për ta shqyrtuar, që është e vërtetë kjo që po dëgjojmë këtu. Kështu që edhe ne duhet të jemi si këta të verjes. Tani, sot ku jetojmë është kjo, që njerëzit jetojnë me të vërtetat e tyre. Është një gjë popullore, që unë kam të vërtetën time, ti ke të vërtetën tënde, le të jetojmë për qefin e vetes. Tani, Pali edhe Biblia, në fakt na inkurajon që të mos e lëmë të vërtetën tonë të na udhëheqë, po të vërtetën absolute të Perëndisë që nuk ndryshon. Se nëse besojmë në vërteta relative, ajo ndryshon në bazë të njerëzve, të muhabetit edhe të situatës. Edhe dikush ka thënë kështu, që e vërteta e Evangjilit nuk është diçka që ne besimtarët zotrojmë, por është diçka që na zotron. Edhe kuptimi është ky, që ne nuk e ndryshojmë të vërtetën në bazë të situatës edhe të njerëzve ose të muhabetit ku jemi. Nuk bëhemi si kameleonët, që varet me kë person jemi, varet me çfarë situatë jemi, edhe ne ndryshojmë një lloj sipas situatës. Po e vërteta na zotron ne nuk e zotrojmë të vërtetën. Kështu që kjo është ajo pika e parë ndërsa shohim këtë që Gjoni po na thotë. Tani